në rubrikën Më the të tash, normalisht gjeni thashë temet më të nxehta të kësaj jave që si gjithmonë i komentojnë tokë së bashku Plinera e Miftari. Përshëndetje dashur shikues të Prive Klan Kosova, është koha mi both pak thashë theme me mua dhe me Miftarin që ashtu qysh ju tregoj edhe mbresa. Pjesa jo në preferume e javës. Çka kemi gjatë kësaj jave? Sa i përket thashë themeve se gjithçka kemi kështu. Çka nuk kemi, sidomos në këtë rubrikën e fundit Më the tash ku i komentojmë këto që ndodhit se çfarë ndodhin këtë gjatë javës me këto yje tonë të showbizit. Kështu që ja nisëm e njëherë kësaj temës, mos filozofojmë shumë, po kalojmë direkt te lajmi i parë, që bëhet fjalë për një këngëtare që është bërë këgja shumë virale kohëve të fundit me një këngë që e ka para 10 vjetë apo mdokët, e që është Genta Ismaili, pa dyshim. Një tjetër shqiptare. Një tjetër shqiptare që është bërë virale në përbotë dhe po komentohet nga njerëz e huaj edhe jo shqiptar. Genta Ismaili me një këngë, unë besoj që edhe ajo kur e ka qitë këngën si ja ka marrë mendja që mas 10 vite ca ka me u bo viral në përjetës sociale dhe ka me e kap këtë algoritmin botëror kështu me anë të kësaj kënge. Komente të shumë ta sa i përket Gentës edhe kësë këngës së saj duke akuzu se është raciste. Është raciste, po që kjo është e keqa që zakonisht edhe që ose një video ose një këngë, një këngëtarit bëhet tepër virale, e marrin si të mirëqenë edhe do më thonë knaqen atë egon e vetë si artista, veç pse po komentohet edhe po bëhet share këgja shumë që ajo këngë e tyne. E njëjti rast ka ndodhur me Genta Ismailin që është u krenu këgja shumë për këtë pjesën që kjo kënga si Panteri Zi ka dalë edhe ka shkel botën kështu me klikime. Po e vërteta që ndronë komplet ndryshe, si do marrë parasysh edhe komentet që po bëhen në rrjetet sociale për këtë këngën virale të saj, janë këgja të këqija sipas mendimit tam. Tu e qujtë këgja raciste si Jo, si pas mendimit tëmë, po janë se po shihen kështu botërisht, po në menoj që ajdini atë thonjen gjdo e mirë e ka një të keqë dhe gjdo e keqë e ka një të mirë, mendoj që Genta si gjdo artist tjetër në këtë hallakame që e ka boshtë mundu mi gjetë senet e mira dhe pozitive në një vrugull, kështu që mundu me kun pak negativ. Po nalimi pak të një reagim, Ferro e ka dhënë një intervist në një prej moderatoreve tona të njohura që është Arbana Osmani edhe ka folë për këto probleme që i ka me ish-bashkëshortën e saj edhe me lidhje me çështjen e vajzës. Po një koment edhe një status tjetër që ka bë njana që ka shef me marrë vëmendje po mdokët për çdo postimi, për çdo artisti, e që është Gjuli Nura, ose që njohëm në opinion, Gjuli Nura, e ka bo një koment sa i përket këtij rrëfimit të Ferrës, ku thot kur e don dikon nuk e rrafat o magar, do më thonë çtu ka shku gjua e saj, e krejti magar të tjerë që i dhunoni vajzat. Po është pikërisht kjo Gjuli që në Big Brother ka thonë që e ka rrej njënën prej artisteve tona me emër që e dim, kështu që do më thonë para se mja drejtu gishtin dikujt edhe me marrë vëmendje për një situatës dikuj tjetër, po besoj që personalisht duhesh me konë këgja i pastër në këtë pjesë, edhe me lujtat feministën, që jemi të e po edhe në për intervista, që e lumë feministën, po në fakt ka kalzu që ka rrej edhe femna. Jo, unë sa nuk kam shtu, qa i dashuri jam, kolegu jam i dashuri, tha të gjitha i përmbledhi kështu në një. Në një. Nalimi të një aludim tjetër që është një dyshe tjetër. Sara me Erikun. Sara edhe Eriku janë komentu jashtëzakonisht shumë për lidhjen e tyre, ndonë se ata nuk kanë dalë publikisht me pranu nëse nuk jam gabi. Nuk kanë dalë publikisht me pranu, mirë po ka qenë njëra prej lidhjeve në showbiz që ka marrë vëmendje duke pas parasysh lidhjen e mëhershme të Sarës bashkë me artistin shumë të dashur të Ledri Vulës. Mandej kur lidhesh me një fytyrë publike dhe je vetë fytyrë publike që gjenë, të boj njerë sot edhe qesin, kështu që është konfirmu në një farë forme lidhja aty në qëtë mënyrë. Që ka ndodhë së fundmi është Eriku ka dalë një intervistë, ta është sa të mira janë qëtu intervistat, bre, gjithë shka në tjere. Zbulojnë këgja shumë për personajët në fjallë. Ka dalë Eriku në një intervistë ku ka thonë se është gati me i lonë krejt ato senet e këqia që supozohet që i ka bone të kaluarën, po besoj e ka pas fjallën për daljet, për frekuentimin aspektin me femnat. Me femna, që po dion, që ka dash me thonë, me rëndësi është që ka thonë që ka me i lonë krejt ato senet dhe është i gati për martes. Tash, dyshimi shtohet nëse Sara edhe Eriku po planifikojnë me u martu në një të arme të afërt. Qa po mendon ti? Asaj deklaratit që ndëgjohet të Erikut nuk e kam fort largë si që përmbokë. Po që nështë ta Eriku e ka gjetë një formë me asil pak Sarës me pa qysh i ka punt, qysh po mendon ajo për martesën? Besoj që Sara nuk e ka provu altarin me Ledrin,
është mundësi e mirë, Eriku, pse jo, dyqysh, ose i këshyrëm këtë fëtën bashkë. Nuk e dina është mundësi e mirë, ajo urojmë që është mundësi e mirë dhe urojmë që nëse një martes po ndodh me qenë e frëshme, e begat, e jo me të këqia mbrapa. Po kalojmë edhe të lajmi i fundit që kemi për këtë javë, e që është bërë këgja shumë virale kjo pjesa e Jozit të përformu në njani prej klubeve në Shqipëri. Keq ka i ka çudit publikun është që qysh në klub ka pranu Jozi Bakshesh. Është këgja një farteme që po diskutohet, për minimin tem nuk është dasëm që me gju pare, po jetu kënu në klub, jetu marë këgja një farë shumë të majme prej pronarit të klubit, nuk kipse me marë Bakshesh, ka ndodhë dhe të artistat e tjerë që u kanë raste dhe i Yllimanit, por që Ylli ka refuzu Bakshishin e fansat të ti, po Jozi për mdo këtë ka konë pa keq për pare. Tasha u kun keq as u kun se di, nuk e di nëse të shkon me kënu në klub, unë e di që i marrë një shumë të majme të parash, si që dhe ceke kolegu imi dashur. Po, nuk e di bre dy që shka kënu muzik live, po besoj edhe njerës, nuk ka faj Jozi, po nuk ka faj Jozi që aj tipi ka vendos me qaros, kështu mi thonë. Inshallah u kanë aj farë shumë që ka mjaftu për to, abde nuk u kanë një zdeqe, një Qyre, parët nuk mjaftojnë kur me ndojë, nësi do mos për njerës që e bojnë një faj jetët të shtrejte që janë VIP, po i ka marrë dhe po gjykohet që i ka marrë, tash gjykoni ju vetës se duhet në klub me gju Bakshesh edhe me marrë Bakshesh ose jo. Kështu ardhëm edhe të fundi kësaj rubrike. Mos harroni, me nda ndjekne për rrjetet sociale dhe në platformën në YouTube në Klan Kosova, për ma shumë të reja nga showbizi. Fjala për ty, kolegi. Ta kemi pëllojmë javën tjetër, të shtunën tjetër, kemi me u pa pra bashkë. Natën e mirë.